Gordon and Friends. Përshëndetje. E fash I pari. Ana Trump, shpate, pse I Trump? Po të merr radhën Leila, po të merr hapësirën tënde Leila. Shkëlqimin tim. Shkëlqimi dhe rënia e shokut Leila, shoqes Leila. Hey, mirë se vini në Pardon My Friends. Flisni si të doni, kush të do I pari, por kur them përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mos u mirë mikrofonin. Jo, ti më morë. Ndryshon atmosfera, pasi ne prezantojmë të ftuarën e parë për ditën e sotme. Ju mendoni se dini shqip, po nuk dini shqip si shqipe. Mirë se vjen Shqipe Ysena. Faleminderit, jam shumë e nderuar që jam këtu me sot. E dobësuar Shqipe. Po shqyr. Shpresoj të bie edhe 5 kg të tjera, shpresoj. Ku do shkosh më I shpirt? Jo, duhet bëhet vë kjo. Aman, këto hallet tona. Ej, si e? Ti e s'po flas më herë se po të marr mësysh. Po nuk do ishte keq të dobësohesh si puna jote. Ua. Po. Ajo ka 2 javë thot jam shëndosh. Jo, ajo është fine fare tani. Ajo është fine. Ua, sa mirë po ndje. Shumë mirë, Niko. Shumë kopat parë. Ku nuk pa merën e fundit. Si ke qenë Shqipe këtë periudhë? Un kam qenë shumë e lumtur me thënë drejtën këtë periudhë. Ka qenë një periudhë të mia më të mirë, çdo gjë e mirë mund. Nuk e di pse I bë më private si person, domethënë më e heshtur. Çfarë ka ndodhur? Un jam e heshtur me njerëz që nuk dua domethënë të flas. Pastaj me ju që jeni kaq mikpritës, do lëshohemi. Do lëshohemi si dush. Se kam un nuk e kam problem të lëshoj perla, kështu që mbahem për këto. Ke rënë në dashuri që je? Jo, përveç kësaj, më fal, po më shkëlqejnë syt. Zakonisht kur të lë burri hyp nori, po nuk e kupton ti këtë. Wow. Nga që s'më ka lënë burri jam kështu. Është akoma me burrin e vet, po thon. Po zemra ime po prandaj po lumtur Antoni. Un prandaj kam veshur syzet që mos ta kuptonin që kam vdekur për brenda. Pastaj varet nga marrëdhëniet, kështu që. Po, nuk kemi nga ato, kështu që jemi okay. Nuk flasim më për marrëdhënie. Okej, jo, lëri marrëdhënie. Si thua? Larg. Morëm një mision ne të tre që deri në fund këtij sezoni Antoni do ishte I rregulluar, I sistemuar, po nuk ja dolëm. Nuk ja dolë dot, ëh? Ke ndonjë formulë sekrete? Është me risk. Çdo gjë vjen vet. Ja këta. Ndonjëherë kur e kërkon, jo vërtet, kur I kërkon gjërat dhe sa më shumë të jesh impenjues në diçka që e dua, aq më e largët bëhet. E dëgjova Anton. Gjithçka vjen vet. Është shkoa dur, momenti dur. Thuaj mamit flie mendjen se nuk. Po pse nuk ndodh me ushqimin kjo, se unë e dua dhe më vjen on plak. Jo, ti zakonisht ushqimin e ke mbase këtu poshtë, del, zbret dhe e blen diçka. Më kupton? Dikush që të jetë jetësor në jetën tënde dhe të bëj ty të lumtur nuk vjen kaq kollaj. E dëgjove ma, nuk vjen kollaj, mos dërgoj më letra ankese këtu. Se s'do ta gjejmë. Ti gjejmë nusa Antonit. Shqipe, më vjen shumë mirë një herë që je në studio, edhe është shumë kënaqësi të të kemi këtu. Shpesh të kemi zgjedhur si ndër personat, si thot Ledioni, paqime në gjuhë. Po, ke bukur kjo. Për të komentuar të gjitha situatat. Fatkeqësisht paqime në gjuhë. Jo, unë them është fatmirësisht, sepse ndonjëherë njerëzit ngurojnë të thonë. Po, unë mendoj që njerëzit e duan këtë pjesën e falsitetit. E duan shumë. Kështu që o zemra o shpirti sa e bukurli. Po, e duan pjesën e falsitetit dhe duan kur më tepër duan që ti bësh qefin, sesa ti thuash jo, nuk je mirë në këtë lloj situate. Ulu pak me këmbën në tokë. Nuk e duan këtë pjesë. Duan lajkat, duan vëmendjen, pavarësisht ajo vëmendje është fake, është momentale, po që ja ti te kjo që the nuk ishe dhe aq mirë, me thënë të drejtën ëmbë. Te kush? Te kjo që the tani. Ma cilëso. Po bisha kasë. Jo, se unë kisha të ma cilësosh, se dua ta di çfarë. Po që jo, është shumë zakonisht njerëzit kështu janë. Mua më pëlqen më tepër kur jam keq ose nuk ndihem mirë, po të ma thot dikush. Më mirë ma thua, okay, e vë trurin, po unë them, po se mund të ketë pas të drejtë. Çka kam pasur sot, 1 2 3 gjëra. A mund t'i rregulloj? A mund të përmirësohem? Edhe e bëj. Pastaj kur nuk dua të përmirësohem, thjesht nuk përmirësohem. Thjesht e bën me ndërgjegjje të plot atë që do të bësh. Tani, me që jemi në këtë bisedë përpara se të kalojmë pastaj te këto pyetje tona. Tani vin gjërat edhe flesh, ndonjëherë se flet dhe ndërgjegja ime nuk është gjithmonë aktive. Ktu e kisha, te këto që të vijnë flesh, për shembull, pendohesh ndonjëherë pasi I lëshon?
Varet çfarë. Për shembull, Am kupton? për shembull, që u bë shumë virale, kjo e parashëdis. Jo, aty nuk është se pendohen për gjë, domethënë për atë që thash, mbase më erdhi keq edhe u mërzita nëse është bërë tjetri, shumë, domethënë është futur në një gjendje jo të mirë. Jo të mirë psikologjike, këtu bëhem keq. Por të thuash që është diçka e dëgjuar, për çfarë? Se si e merr ti si lej është problemi jot, nuk është problemi im. Unë po them çfarë kam dëgjuar. Dhe po e them, e kam të dëgjuar. Domethënë është në vorbullën e gjërave që thuhen. Në vorbull thashë themi. Po, dhe pavarësisht se më erdhi një koment që ja kam kthyer, domethënë mesazhin në DM, më kanë thënë, "Po mirë, un kam dëgjuar që ti je okay?" Dhe okay, thashon, "Shumë mirë që ke dëgjuar." Thoya atyre që ke dëgjuar, keni drejtë se ashtu është. Për çfarë duhet të më vrasë mua diçka kur unë e di se si jam, e kupton, s'mintereson. Si tha pastaj Eltoni Leriani do ndjeki procese gjyqësore, ndodhi kjo? Më shkruajtën me avokat, pash edhe avokat, nëse se nuk dua të flas shumë, po që do të thënë i pash pak rezumen gjithçkaje. Nuk ja vlente shumë, mund të flasim jashtë kamerës se nuk. Jo, mu duk shumë e bajatshme si njerëz, si gjë etj, nuk dua të zë emra, po që kur më than bëje në formë miqësore, paktën se nuk është mirë etj, e bëra vetëm pjesën miqësore që nëse është ndikeq nga unë, sorry, po që kështu ka qenë, e kupton? Dhe e keni marrë keq, po që nuk pendohem për atë që thash. Për sa kohë e cilsova që ishte dëgjuar. Në këto vite që jetojmë, media po më bezdis shumë. Dikur jetoja, domethënë dilte Niko, thoshte për Jonidën, okay, ka pasur këto çështje gjyqësore, por tani është bërë nuk u kollite si mua dhe unë kam bërë dhe të hedhim në gjyq. Domethënë, vëlla, në fund të ditës, nëse ne do presim që këto personazhet publik të nxjerrin ndonjë lajm, nuk mund të qellojmë kujdes çfarë do thuash, se do të godis pastaj edhe do të hedh në gjyq. Domethënë ka filluar edhe VIP-at janë tërhequr shumë në qendrit vetvetja. Mund të them edhe diçka tjetër, për shembull, un kam qenë Big Brother, kam qenë përputhen, kam qenë në emision, absolutisht jo, që kam qenë përputhen, hiç fare. Biles, përputhen është një ndër emisionet që ka goditur dhe ka spikatur, kështu që Top Channel-i me përputhen ka bërë revolucion. Në sensin që thon ka përputhsat. Përputhat, po ku ta gjesh, sepse me thënë të drejtë mua, do dami ti përputhe, unë përputhe, po tim ke parë mua. Kur ka dalë emisioni Përputhen, të gjithë njerëzit janë ul kom kryq përpara televizorit dhe mezi e prisin atë orën 6:10. Kështu që unë jam Ti zjeshe me gjitha. S'mund t'ja lirë shumë. Dhe më ka ndodhur seriozisht shumë bam kjo pjesa e Përputhen, se jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa futesh do të thënë sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh e tha, po çfarë? A është ky që fola në korridor? Po më thoshte, je shumë mirë, jo, po aman mos më sulmo brenda e kështu. Po ti sa po më the mos më sulmo, pse po më sulmon mua tani? A kupton? I bëri parapri. Po, dhe pastaj unë u tërhoqa komplet. Unë vetë të shumë ngrysën. Unë tash unë vazhdoj. Plus këto 5 vjeçarin Se ja le për gjysmë. Fal sepse po flas unë. Jo, duhet flasësh. Dhe në fakt, kjo pjesa që tha Niko që ma kujtoi, mua më kanë ofenduar, më kanë sharë, më kanë nese, nga më të ndryshmet, pse nuk kam thënë një herë që po flasim në kon para 6 viteve kur ishin emisionet dhe emisione, se tani janë zbeur, pak se janë hapur edhe shumë. Po, s'kam thënë ndonjëherë, do ta çoj tjetrin gjyq, do ta bëjon këtë. Unë që tu çon gjyqar janë ekonomit dhe nuk e çoj se thash, okay, di si është puna, fundja ka mendimin e vet, mendimi është i lirë, a jetojmë në demokraci. Nuk mund të ndaloj ty atë që ti do të thuash. Pse? Është ajo gjë që them. Është ajo që unë mendoj për ty. Po ka zhduku nga ekrani. Zhduku nga ekrani. Po nuk është kaq e thjeshtë, shipe tani mos ti hym kështu, zhduku nga por ekrani, se kur kalon në fyerje personale normalisht. Është mendimi se cili nga ne duhet të mbajë përgjegjësi për atë që nxjerr nga goja, për atë që thot. Patjetër, nuk po flasim që nuk mbajmë përgjegjësi. Por nuk mund ta kastrosh VIP-in. Po unë s'mund të lodhem gjatë gjithë kohës, ty do të ngjyq, do të hedh dhe të filloj unë, po them ç'a duash. Jepi vlla dhe jepi me reklama se kemi publicitet.